Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Klotilda Harka. Jemi këtu për të bërë bisedën e javës, e të shtunës. Një personazh tjetër. Ajo të lë pa fjalë, me të vërtet, me pamjen e saj, kur e shef thua si ka mundësi që të jetë kaq në perfeksion. Quhet Morena Taraku. Është live i parë i saj dhe është intervista e saj e parë pas 2 vitesh, sepse ajo nuk para jep intervista dhe është kënaqësi për ne që Morena këtë intervistë të parë pas 2 vitesh e ka rezervuar për revista Story. Tani do lidhemi me Morenën. Morena është gati të hyjë. Përshëndetje. Përshëndetje, Klotilda, si je? Mirë, si je ti? Mirë, faleminderit. Po ushtroj emrin tënë, se mu më thonë që kam emrin e vështirë, po ti e pasi ma të vështirë son. Unë e kam të vështirë, duhet bërë disa ushtrime. Edhe unë vetë e kam problem ta them emrin tim. Nuk e di pse, magari prindërit këtë gjë. Ja, emrin e bukur, ta gëzosh. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Ju presja. Si kaloni, si keni qenë? Mirë, po ti? Mirë, perfekt. Gëzojmë shumë që takohemi në këtë mënyrë live. Ndoshta do ishte më mirë të takoheshim afër, po sa të mbaroj kjo situata, edhe besoj që të takohemi. Sa i duke pirë, bëft mirë? Uj, si gjithmonë. Morena, mua më bëhet shumë qefi që këtë bisedë të parë, pas 2 vitesh, me publikun ti po e bën me ne. Jam shumë sepse kjo nuk ka qenë një periudhë që është bërë shumë zhurmë për ty. Ka pas shumë lajme, po ti ke qenë gjithmonë ajo diskretja, si të thuash. Ta të them drejtën, unë nuk parashot të flas shumë, për shkak se e di se çfarëdo që thuhet, ajo mund të ndryshohet. Pikat dhe presjet nuk ndryshohen vetëm nëpër libra. Kështu që unë nuk e parashot të flas shumë, njerëzit që më njohin e dinë se kush jam. Edhe ata që flasin. Babi gjithmonë më ka thonë një gjë që mos e kthej kokën mbrapa, sepse ata që të godisin nga mbrapa shohin se ti je para tyre. Kështu që ndoshta unë jam mësuar me këto principe dhe kam vazhduar me jetu me to. Është shumë e vërtet që të kesh, është mirë, është e vërtet kjo që ka thënë babi yt, po edhe është mirë që të kesh një filozofi jete, sepse gjithmonë do ketë njerëz që do të të pengojnë rrugës. Kjo është më se e sigurt. Të bëjmë një pyetje kështu, si shkoi karantina jote dhe si do të përshkruaj ti këtë periudhë izolimi, se unë e di që ty të pëlqen edhe të reflektosh. Je një natyrë që zakonisht reflekton mbi jetën. Ke një filozofi tënde. Them drejtën, karantina për mua ka qenë shumë e vështirë për shkak se kam qelluar larg familjes. Edhe ta them drejtën, unë jam ajo vajza shumë e përgdhelur e babit edhe ndoshta nuk jam mësuar mos me pa 3-4 muaj për shkak se kam nga shkurti që se kam pa. Mirë po mendoj që karantina na ka dhënë njerëzve një mundësi për me njoftë më shumë veten, me ditë çka kërkojmë nga vetja dhe çka s'kërkojmë. Ta dim se kënd e kemi pranë në momentet vështira dhe kënd se kemi pranë në momentet vështira, edhe të na bëj ta dua më shumë natyrën. Të them drejtën, unë kam pas haru kur më ka ardhur zogu me më zgju nga gjumi në mëngjes. Tash edhe natyra është më pastër, më e bukur. Është bukur në fakt tash jo çdo stin, po zakonisht kur jeton në metropol, stinët i janë kështu pa ndjer. Po të bëj një pyetje pak sa filozofike. Kjo periudha që qëndrove izoluar, meqense poezia është pjesë e botës suaj si artist që jeni dhe si këngëtar. Poezinë e keni shumë të rëndësishme. Kjo periudhë ishte një mundësi për t'i dhënë krah mendimit për të fluturuar apo për një kafaz për shpirtin, për t'u izoluar edhe më shumë? Si e përjetove ti? Unë për vetë të them drejtën, kam pas ditë që kam kalu shumë ditë qeta, kam lexu, jam marrë me lojë me një PlayStation, ose kam vizatu diçka, ose kam kalu kohën studio. Mirë po të them të drejtën, apet po vazhdoj me cekë. Unë mendoj që atë sa ka qenë e keqe edhe e vështirë, vetë izolimi ka qenë edhe për disa arsye shumë i mirë. Për shkak se na ka dhënë apet peceki, na ka dhënë mundësi me njoft veten edhe
me dashni një tjetrin ma shumë. Mendoj që dikur përqafimi ka qenë shumë mënyra më e mirë për me respektu dikën, por sot është përqafimi mos përqafimi arma më e mirë për me rujt dikën. Do me thonë, kemi pas mundësin me jetu dy lloj jetash, për një moment Zoti ka thonë ndalu ne, është ndalu gjithçka, edhe kemi pas kohë me mendu për gjithçka që kemi jetu dhe si do të jetojmë të ardhmen. Po, duke u nisur nga një këngë e fundit që ti ke bërë, nga titulli i saj, mund të dim se ku është lokacioni yt, nga ku po flet tani? Po, unë po flas nga Turqia, për shkak se jetoj këtu ka 2 vite e gjys, edhe jam nga Stambolli. Nga Stambolli, po, ta shtillojmë pak për çfarë po bën në Turqi, se u fol që do ishe pjesë e telenovelave, e muzikës, çfarë planesh ke? Të them të drejten, momentin kur unë ika nga Kosova, e ta përsëris edhe një herë, nuk jam e vetë një artiste që kom ikë nga Kosova, pse? Ose nga Shqipëria. Ka shumë artiste dhe artistë që kanë ikë për shkak se është gjithmonë ajo frika e privatësisht, është gjithmonë ajo dhuna psiqike që të bëhet nga gazetat dhe e hup atë bara speshimin jetësor. Kështu që mendoj që në një vetë, në një metropol shumë të madh, nuk i askushe. Ta them drejtën, kështu. E ke jetën normale dhe jeton atë jetën normale sikur ke qenë në shkollë fillore ose në shkollë të mesme, edhe pse mu më ka ra 15 vjeçare me fillu me karrierë, siç e ke qenë edhe ti. Mirë po, e vërtet. Mu Turqia më pëlqen, edhe është shumë afër Kosovës, jo më afër njerëzve të mi një orë flytore. Si që the për telenovela dhe gjana tjera, mirë, këtu është një pengesë për shkak se është problemi i lirës. Dhe me thonë, sa bëhet një shumë për prodhimin e një filmi, mundet me ndodhë që edhe anullohet. Në pjesën ku kom pas me qenon e pjesë e seris, dhe me thonë është anullu për momentin deri në një afat pa caktum, mirë po kam projekte tjera që jem duke i pregaditur, këngë turke, kështu që pritet me i zbulu. Do me thonë, pas që kjo situata të kaloj, do të shoj me projekte të tjera. Kjo është ideja. E ke nisur, do me thonë, ke hyrë në këtë botën e showbizit si Miss. Miss Kosova 2010. Tani jemi fiks në vitin 2020. Si kanë fluturuar për ty këto vite? Çfarë ka ndodhur me ty? Ta them është një dekadë. Një dekadë, vërtet. Kur kam qenë e vogël, për shkak se po vazhdoj me cek për gjithë njerëzit që nuk ju ka ra ma herët me ndëgju, jam rritur nga një vajzë regjisore, dhe si e vogël jam rritë në teatr, jam rritë me filma, jam rritë në për televizione. Edhe, ndoshta ka qenë ajo që kom qenë shumë e lidhur me babin edhe gjithmonë kom pas shef me qenë pjesë e jetës publike. Mirë po babaj gjithmonë ka qenë ai që ka thonë Marina, jo, duhesh më marrë me diçka tjetër. Edhe gjithmonë kam qenë ashtu që ndoshta po më xhelozon se fëmijë. Mirë po të them të drejtën që ka shumë fika, ka shumë gropa, ka shumë valë që të vinë edhe ti gjatë jetës je duke ecë dhe nuk i prat. Mirë po duhesh me qenë shumë i aftë me te i kalu gjithçka edhe me mposh gjithçka që të vjen në mënyrën më të mirë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, po si të ka shërbyer kjo famë? Të ka shërbyer për të bërë një vajzë më të fortë apo je bërë më e brisht se sa ke qenë? Çka ka ndodhur? Them të drejtën, fama është një qels, po mvaret se cilën dere hap për veten tënde, për shkak se është shumë delikate. Ka njerëz që fama i godet në kokë shumë keq. Mu për vete më ka godit në kokë edhe në zemër shumë mirë. Unë për vete ndoshta mundohna mi kuptu njerëzit hala ma shumë se sa kur kom qenë ajo Morena që njerëzit nuk më ka njoft. Për mendimin tim, unë qëndroj me qenë një njeri i mirë, edhe këtë kam fokus, edhe nuk mendoj që më ka bo ma të bresht ose diçka. Unë jam kjo që jam, ajo Morena që kam qenë. Nuk të ka tjetërsuar, të zakonisht fama i tjetërson njerëzit. As pak. Ndoshta njerëzit paragjykojnë për shkak se ka kohë që s'm kam pa shumica njerëzve, jeta, largesa, domethënë nga vendi e mirë, po unë jam e njëjta more.
Jesh shumë e mirë Ali. Morena, po Faleminderit edhe këtë. ke një këngë që titullohet Miss Cold, thirrje e humbur. Zakonisht kur mund të ndodhë që ti mos i hapësh telefonin dikujt, ta kesh kështu para dhe mos ta hapësh telefonatën. Për mi që jam gjithmonë aty, e për të tjerë se di. Ndodh që je e vështirë. Kalojmë pak tek tema, sepse duke parë krijimtarinë tënde në Google ose në YouTube, shumë të këngëve kanë një titull që lidhet me dashurinë. Shumë këngë dashurie. Dashuria, duke u nisur edhe nga këto ke bërë ca pyetësor, ju e përgjigjur pyetjeve të fansave të tu në Insta Story. Dashuria më shumë të ka bërë të vuash apo të ka gëzuar? Është më shumë pikëllim për ty? Ajo kuptohet se unë jam person që veç fali dashuri, pa marrë parasysh sa goditje marr, pa marrë parasysh sa thumba marr, pa marrë parasysh sa paragjykime marr, pa marrë parasysh sa ofendime marr, sa sharje. Gjithashtu komentet mira dhe shumë dashuri për njerëzve të mirë. Mirë po, unë jam person që fali dashuri dhe varet se për çfarë dashurie flasim. Them drejtën, dashuria familjes, e miqve. Gjithë se cila dashuri për mua është gëzim, nuk ka pikëllim. Nëse është dashuri e sinqert, nuk ke pikëllim brenda saj. Po, nëse flasim për atë dashurinë, ka të bëjë me një vajzë dhe një djali. Po them apet e citoj, që në qoftë se ka, domethënë, dashuri të sinqert, nuk ka pikëllim. E kuptova. Por pjesë e medjave jo më larg se sa dje, këto 2 ditët e fundit, duke shprehur një lloj pendese për se ti e bërë një njeri famshëm. Dhe Po, media të kanë titull të gjitha. Po, e kam parë, për shkak se unë kam bën një pyetësor siç e cek edhe ti më herët, mirë po, ajo ka qenë çfarë nuk do kishe bërë po të ishe edhe një herë re, kështu diçka ka qenë. Kom thonë që nuk do bësha person publik. E ceka dhe më herët pse. Për shkak se është shumë problem, duhesh me qenë shumë njëri i fortë, edhe je gjithmonë ai që ti reflekton të tjerët. E në anën tjetër je gjithmonë në thumë të atyre që ndoshta s'kan arrit, ose ndoshta që xhelozojnë, ose kanë për qëllim interesat ndryshëm, edhe një fjalë jotja ose një diçka jotja mundohet edhe trajtohet edhe flitet në disa mënyra që shdojnë ata. Po të kisha qenë edhe një re, ndoshta do të kisha zgjedh tjetër profesion. Për shembull, mund të thuash profesioni mund zgjedhje? Po që për shembull mua më pëlqen shumë farmacia, mjekësia, krejt jashtë. Do ishe bërë mjeke, besoj dermatologe, besoj një profesion që ka lidhje me bukurinë apo jo? Gjithçka me mjekësinë pëlqen. Mua më pëlqen, unë jam në zemrën time kam shumë humanitet dhe ndina mirë kur i ndihmoj dikujt pa marr parasysh çka. Edhe zakonisht ndoshta edhe që kjo më lidhet me personalitetin, se më pëlqen mjekësia. E vërtet, po mund të na rendisësh po sot e të qenit një vajzë VIP, një vajzë e famshme? Jo vetëm kuris po dhe jashtë. Po, të them drejtën, kosto e një personi publik nuk ka me çka paguhet. Domethënë s'ka vlerë që e paguam. Pse? Sepse është ana psiqike që përcek edhe njerë që domethënë je gjithmonë i ngacmuar. S'do të thot vetëm kosto parash, janë gjëra shumë të rëndësishme se sa kostot e legëve. Është domethënë largimi nga familja që gjithmonë nuk je pranë tyne, nuk je edhe nuk mundesh me qenë ai personi që ke qenë dikur. Janë tjera gjëra që koha, kështu që s'ka monell që e paguën koston e një. Shumë njerëz luftojnë që ta arrijnë famën dhe nuk e arrijnë dot gjithë jetën. Unë mendoj që fama është pak edhe fat. Është fat, mirë po kur i bashkangjitesh punës edhe sinqeritetit, atëherë Zoti ta zgjat dorën. Ti në këtë moment që je, për shembull ta mendojmë që do hiqje dorë përfundimisht nga fama, do shkëputesh, mund ta bëje, do të thënë të ke krijuar paraqimin nga kjo gjë? Apo e mund ta lësh? Unë varësi kam vetëm
nga njerëzit e mi. Ajo, nëse e shikoj vetën se kush nuk është morena pa famë, ose pa familje, ose pa këto, atëherë do me thonë e kisha largu famën, nuk jam pa njerëzit e mi. Fama është e vërtet që është një farë të bëhet si addicted, por nuk është që s'kisha mujt me jetu. Mund të jetoje. Mund. Ke shumë ndjekës në Instagram, Morena. 1 milion ndjekës. Dua të di si ja bën me mesazhet. Kam përshtypjen që të vinë shumë mesazhe. Si çfarë komplimentesh të bëjnë? Çfarë të bën përshtypje aty për shembull në mënyrën se si të komplimentojnë? Them të drejtën, nuk arri mi lexu gjitha ose mu përgjigj ka të farë mesazhe që dikush të kërkon ndihmë, edhe unë jam gjithmonë aty, edhe njerëzit e dinë. Mirë po, nuk arri mi lexu gjitha. E ceka edhe me herët. Varet se çfarë shkallë ke mendimin, inteligjencën, se si ti e percepton një foto time, një video time, apo kupton, varet. Edhe në atë mënyrë nuk mundona mi paragjyku askënd për shkak se e di se ta kthejmë 600 nga ti duket 9, ta kthejmë nga unë duket 6, kështu që gjithkush e shef mënyrën e vet. E bukur ishte kjo. Je përfolur gjithmonë për param. Një vajzë e pasur që jeton në luks. Realisht paraja të bën të lumtur. Çfarë ndjesie të jep? Dëgjom, problemi i gjithë asaj kisha përkufizuar është se unë e marr një aksesor. Çfarë do të qoftë ajo? Edhe vendosi këto. Varet se si e fotografante. Edhe varet se sa e shtrejt duket nga foto që ke nxjerrte. Nuk do të thotë se unë jam milionere, si thon njerëzit, unë jam kjo. Unë kam një sy detalik që ndoshta i kom ngjarë babit tem, edhe përderisa bëj një foto mundona mi nxjerr detalet bukura. E sa i përket paras, po, për shkak se me atë unë kam mundësi me ndihmu gjithve njerëzve që tu. Për shembull, bën bamirësi, për këtë po thua, apo që ka persona të afërt që ti mban? Unë ushqem të shpirtit e kam, edhe gjithë njerëzit që më njohin, që janë afër jetës time, e dinë që unë jam person që kom qef me ndihmu, ma shumë se sa që marr, pa marr parasysh çka. Kom dëshirë ma shumë me jep, dashuri, ndihmë, çka do të çmoj se sa që marr. Edhe në atë mënyrën që paroja të bën të lumtur kur ka mundësi mi ndihmu dikujt tjetër. Interesante kjo, se zakonisht njerëzit duan të marrin njësoj sa japin, ose të marrin më shumë se sa japin. Ndërsa do të thotë që je altruiste, je një person që je vërtet i mirë. Unë nuk mundona me thonë Morena është e bukur, nuk i dhënona në qofë se thot Morena duket kështu më absolutisht. Unë ofendona në qofë se njerëzit më ofendojnë për shpirtin. Sepse vazhdoj me garantu që brenda trupit tem edhe brenda shpirtit tem është një njeri i mirë. Unë me këtë jetoj, me këtë parim, mu nuk më intereson nëse në qofë se dikush nuk më donë si këngëtare, nuk më donë si person publik. Ajo është zgjedhja jote. Mundesh me qenë fan si mundesh me qenë fan si dikujt tjetër. Është pranimi jote mirë, po brenda vetes e di se jam njeri i mirë. Po ti je bukur thonë ndjekësit. Është e sigurt që je e bukur. Pa jo, është zgjedhje e çdo kujt në secilën mënyrë, varet. S'do me thonë që je i famshëm duhesh më pëlqy gjithëve, nuk jetoj me këtë. Normale, më fal që po bëj një ndërhyrje. Kështu po e ke nisur me spektakle bukurie dhe sa kurora numëron, sepse ke marrë pjesë në shumë spektakle gara bukurie. Sa kurora? Them të drejtën, kam fillu nga Miss Kosova 2010. Pastaj se u bë një dekadë mbi se edhe pastaj kam qenë për Miss Earth, kam qenë Miss Exclusive of the World, Miss Liberty of the World, do me thonë në gjitha këto kam qenë, vetëm Miss Earth kam qenë top 10-sha, e në këto tjerat kam qenë fituse. Te qenë fituse. Do me thonë kurora në shtëpi. I kam te babi në Kosovë.
Edhe çfarë ishte duke thënë se më duket se të ndërpreva? Jo, po është vërtet që kom fillu me konkurs bukurie, mirë po nuk është ajo që kom thonë unë jam e bukra për shkoj, mirë po se di, ndoshta mu ka dhënë mundësia edhe aty kom fillu, aty e kom pas fatin. Zakonisht shumë vajza të muzikës të spektaklit, atë kanë pasur trampolin, një garë bukurie, se në fakt pamja është shumë parësore në botën e showbizit. Më thënë, është një element që duhet jetë, ose në sakt duhet jesh pak edhe bukur dhe talentuar dhe që të kesh sukses, apo jo? Po, unë vazhdo me cek brenda një artiste duhet jetë stili, duhet jetë një talent që ti bën njerëzit ndihen mirë përballë teje, një aur, një talent që ti varet mirësh me muzikë apo me aktrima me çfarë do. Mirë po, sa do i talentum t'jesh njerëzit, ka njerëz që nuk të pranojnë skenë. Po mirë po, ka njerëz tjerë që t'adhurojnë, nuk bën mund dalë. Mira është jemi këtu ku jemi gjallë, edhe nuk bën mu dorëzu. Kjo ka rëndësi faktën të jemi gjallë. E përmend gjithmonë babain tënd, e përmend gjithmonë. Prit me babin për biseda pasa private, për shembull, kur të zgënjen dikush, çfarë këshilla ti jep ai për këtë pjesë, për jetën në përgjithësi dhe për këtë pjesë? Them të drejtën, unë babin e kam trëndafil të zemrës. Edhe e pas me jetë dhe jeton të lutur sa më gjatë. Faleminderit. Pa marrë parasysh që ne i nënshtruam me ligjeve të universit, është diçka shumë e madhe që kisha dash me përkufizu dashuria mes babës edhe bijës edhe babës. Është një... Unë ndoshta kom pas fatin që edhe më ka rritë dhe jam eduku dhe frymzu nga ai, për shkak se nana ime ka vdek shumë e re, unë kom qenë shumë e re, 11 vite, kom pas. Mirë po, ai për mu ka qenë, ndoshta kjo morena që jam brenda, jam për shkak ti, për shkak se është shumë njerëzor, edhe ka qenë ai gjithmonë që më ka thonë që pa marrë parasysh çka do që më ka ndodhur në jetën time kur jo mundu m'ja spjegu se diçka më ka thonë bab, syt shohin gjithçka pos vetes. E bukur. Edhe ty kisha dash me ta thonë, njerëzit flasin po shohin gjithçka pos vetes. Shumë e vërtet, edhe duhet mbajtur si shprehje motivuese. që t'ja themi vetes gjithmonë. Edhe pse je personazh shumë i lakuar, më bën përshtypje diçka, domethënë se unë kam shumë kontakt me personazhet e njohur për shkak të punës sime, po ti ke një natyrë shumë të rezervuar që nuk je asnjëherë nga vetja. Domethënë lë të tjerë të flasin dhe pastaj thua një gjë që mund t'ua mbyllësh gojën të gjithëve. Si arrin ta menaxhosh kaq mirë këtë pjesë e para? Dhe e dyta, më përgjigj kësaj pastaj të bëj edhe një pyetje tjetër. Okej. Unë punoj në jetën time shumë me energji. Pjesa kryesore e jetës time është qetësia shpirtërore. Edhe aura që më rrethon mu. Për shkak se nëse ti je qetë brenda shpirtit tënd edhe atëherë ti kemi qenë shumë e qetë dhe kemi marrë çdo gjë që të vjen në jetë me shumë lehtësi. Edhe them të drejtën, unë mundona me rujt qetësinë shpirtërore, çka flasin e vërteta është e vërtetë. Mirë po, apet e ceki që me fol shumë, ajo shkon bëhet gojdhan. Ta thash fillim që pikat edhe presjet vetëm libra s'ndryshojnë, kështu që do të thënë kjo është një lloj strategji që do ja këshilloj edhe vajzave të tjera që po përpiqen të hyjnë në botën e showbizit, apo jo? Për vajzat e reja dhe për gjithë ata djemtë të ri që dojnë botën e showbizit, është vetëm një rrugë. Ti duhesh me pas destinacionin ku ti do me pa veten. Sa njerëz kanë metar me thonë ktheu tek kjo kthesa këtu, shko tek këtu, ti hec rrugës drejt. Don't give up. Nuk ka problem sa arzosh një jetë, me rëndësi është sa herë ngritesh. E unë jam ngrit me 100 herë.
Po pse je rrëzuar? Do të thonë, je rrëzuar dhe je ngritur. Pse je rrëzuar kaq shumë? Se ne na Po duket ti bën një jetë shumë të bukur, se kur nuk rrëzohesh asnjëherë. po, tash ta bëjnë ty një pyetje. Se ti si rrëzuar kur? Jo, jam rrëzuar dhe unë, po do me thënë, se di, ti thej 100 herë. Unë jo kaq shumë. Apo ishte kështu? Është pak edhe metafor, për shkak se Metafor. një po është varet se sa herë të godet një herë. Ndoshta të godet në 100 herë e njëjta gjë. Kështu që isha duke thënë për ata trit që ata duan me jetë vetëm drejtë dhe don't give up. E vetmja mënyrë është don't give up. Nuk ka rëndësi çka flasin njerëzit, nuk ka rëndësi. Ti nuk mundesh kur me mbledh gjithë botën edhe me dalë me fol mi ju tregu se kush je, nuk mundesh me bo ata. Kështu që ti vazhdo, ata njerëz që kanë mundësi me të njohë, do të njohin. Ata që s'kanë mundësi, nuk do të njohin. Në fakt e ke thënë shumë mirë, se kjo është mënyra më e dur për të dal i pa baltosur nga ky lloj realiteti që përpiqen të gjithë ku të cënojnë dhe të ulin. Është shumë e vërtet, jam 100% dakord me ty këtu. Tani që e the të ulin edhe të është varet se unë ndoshta e kam edhe për shkak se unë jam shumë besimtare në Zotin e Madhe dhe kom cek edhe më herët njerëzit paragjykojnë jo tatujat, jo kështu, jo ashtu, jo profesionit që bën jo merresh me muzikë. Ajo është diçka që është e lidhur mes teje, me zemrën tënde dhe me Zotin tënd. Mirë po, çka do që të vjen një ofendim, sharje e keqe, është dikush më i madh se na që i menaxhon këto gjëra. Edhe unë gjithmonë ja lë atij. Bravo, e ke gjetë mënyrën për të qenë jo më kot je kjo që je, pavarësisht të gjithave, je kjo që je dhe je kaq e relaksuar dhe kaq e qartë. Tani të ndalojmë pak te ajo që kam përshtypjen që vërtitet gjithë bota, në çdo kohë, si në epokën klasike dhe në kohën moderne, dashuria. Cili status yt i momentit, meqense se është bërë dhe një lajm për këtë që ke shkruar ke bërë një status që nuk jam më single, dhe a është kjo dashuria që ty të bën të fluturosh vërtet? Pas çdo njeriu të suksesshëm është dikush i suksesshëm, dhe pas çdo femre të suksesshme është një mashkull i suksesshëm. Pas çdo mashkulli të suksesshëm është një femër e suksesshme. Kaq. Do të thënë, pas teje është një njeri shumë i suksesshëm? Po simpatik është? Fillova po meditoj. Se unë nuk ndalem në pyetje, e kam çik smundje profesionale këtë. Çik s'është problem. Edhe unë s'ndalem me përgjigje. Po të pyet sepse mora një përgjigje shumë të bukur, edhe dikush do pyes do thotë, mirë, të bëja një pyetje tjetër, të lutem. Po, të lutem. Ma mirë, është shqiptar apo i huaj? Unë mendoj që njerëzit më suksesshëm botë janë shqiptarët. Unë jam shumë adhuruese e tyne, edhe jam shqiptare, edhe kom e vdek si shqiptare, edhe jam e rritur mbi një shqiptari, edhe kom e vdek si shqiptare. E kuptova. Meqense i rezervuam pyetjet që kishim planifikuar, mund të vazhdoj me 2-3 pyetje thjesht për stilin e jetesës, meqense ka shumë ndjekës. Po, patjetër. Për stilin e jetesës. Si arrin ta mbash trupin në formë, domethënë çfarë bën ti për të mbajtur këtë trup që ke? Se duket sikur gjithmonë je atë perfeksionin, nuk lëviz asnjë gjysmë kilogrami nga pesha jote. Ajo ashtu duket, mirë po lëvizi 2-3 kilogram i humbi ose i shtaj. Mirë po është ajo gjithmonë që ushtroj. Edhe pse në karantinë kam ushtruar në shtëpi, nuk kam ushtruar çdo ditë, mirë po karantina mu nuk më ka trash, se disa shoqë që thonë që kam shtu kilogram, ka bo keq karantina, mu nuk më ka trash. Mirë po, ndoshta është edhe ushqime. Është, në qoftë se ha një pitë sot, ndoshta më shkon edhe një javë tjetër që nuk e ha. Po. Edhe më ka ndihmu shumë për shkak se jam vegetariane. Kështu që më shumë ha fruta, vegetables.
Po frutat kanë shumë sheqer me sadion. Nuk rekomandohen shumë për të mbajtur një trup me muskuj. Jo, unë për veti unë e ha fruta shumë. Edhe varet për shkak se si përzin karbohidratet edhe fibrat e gjana tjera. Mirë po, unë nuk është që ruhem shumë, mirë po thash edhe ma herët, nëse ha sot një picë, kalon një javë, 2 javë nuk e ha. Nuk jam prej atyne që vazhdoj ha ushqim që ma devion. E kuptoj. Po për mirëmbajtjen e lëkurës ç'a bën? Për mirëmbajtjen e lëkurës, përdori krema, shkojmë pastrim. Je lidhur me qendrat estetike? Jo me lidhëm, po nuk është që jam shumë e fiksuar. Ike, por nuk është që jam shumë e fiksuar. Sabri Feyzullau dhe Stresi janë 2 artistë që lën kokën për ty. Edhe unë lë kokën për ta. Në taj cikë ndërtuar marrëdhënien është të bukur me 2 artistë, mund të jenë dhe të tjerë, po këta di unë, që jetojnë brenda të njëjtit treg të muzikës. Edhe njëherë se së ndëgjova më falë. Ja arritur ta krijosh marrëdhënien kaq të bukur, kaq të ngushtë me 2 artistë që janë pjesë të njëjtit biznes e muzikës. Për Stresin dhe për Agjin Sabri thua? Po, për këta 2. Agjin Sabri ka qenë shok edhe shok shumë i mirë i babait tim, për shkak se kam punu RTP para shumë vjetësh së bashku. Teta Nera është sikur nana ime e dytë, Agjin Sabri është sikur babai im i dytë. Jetoj me ta, ndëgjom shpesh me ta, flas me ta. Edhe po mos kisha qenë unë e kjo moren, edhe ata po mos kishin qenë kush janë, unë do vazhdoja ti kishim raportet e njëjta. Se di, jam shumë e bekume për disa njerëz që i kam brenda jetës time. I ke zgjedhur apo të kanë zgjedhur? Është dashni reciproke. Mendon që je person me intuit, që di të zgjedhësh njeriu e mirë dhe të keq, ta zgjedhësh, që të dallosh pyetja. Unë mendoj që po, e kam intuitën shumë të zhvilluar edhe mendoj që ndonjëherë intuita të gënjen. E më e keqja është kur të gënjen që beson në të mirë e del në të keqe. Më e bukur është kur beson që e del në të mirë. Ajo është e tmerrshme kur beson, do të thënë si thua fle kështu në drafina. Është një shprehje, edhe mendon se je me atë personin më të mirë të mundshëm dhe pastaj rrugës ndryshojnë gjërat. Të ka ndodhur ndonjëherë kështu? Jeta të përplasë në përdallë që nganjëherë se pret edhe zakonisht pa marrë parasysh a je i famshëm, apo je njeri i fuqishëm, apo je njeri i varfën, apo je nuk ka rëndësi. Gjithkush palavitemi në për gjana që se presim. Mirë po apet them, më mirë është intuita me trajt për diçka që tret keq me dal mirë, sesa me prit keq, me prit mirë me dal keq. Po, patjetër, ajo është. Po nga vajzat e showbizit, nga këngëtarët, me cilat kemi si? Unë me gjitha. Unë jam person që jam shumë feministe, edhe gëzona shumë mi pa femnat shqiptare mirë. Gëzona që po arrisin dita ditës, edhe unë nuk bëj gara me asken, qatë mire kam. E ke shumë të mirë, se në momentin që zbën gara, je komplet i tirë, se e të shpara duke parë drejt. Po, vazhdoj me mendimin. Jo, kaq. Po, ke menduar të bësh një duet, sepse janë shumë kanë filluar janë shumë në modë të duetet mes 2 femrave ose mes 2 djemve të showbizit. Ti e ke menduar një duet të tillë që mendon se mund të godas? Për momentin e kam vetëm një duet që kisha dashur me publik, është me Stresin, me vllachkun tim nga Tirana, që e përshëndes shumë. Po, e parë Stresin hyri live dhe përshëndetje. Apo edhe unë e përshëndes shumë, se pas ta pasë s'pi lexoj komentet. Vetëm komplimente po bëjnë për ty. Edhe jemi tu e përgatit këngën për sezonin veror, besoj që është një super këngë. Edhe
Të shohim. Patjetër që do kesh një aktivitet koncertor këtë verë, kur të fillojnë të hapen disko klubet. Këtë verë po, për shkak se kam pauzu 2 vite, 1 vit e gjys. Këtë verë po, këtë verë do t'jem pra fansa dhe njerëzit që më duan. Morena, çfarë më thuaj, cili është rituali yt nga mëngjesi në darkë? Edhe do e mbyllim. Them të drejtën, karantina na ka prish pak. Mirë, po flas për këto ditë që kam kalu, këto 2-3 muaj të karantinës. Një mëngjes i mirë, jo shumë karbohidrate. Netflix, pak sport. Takim me shoqet që i kam këtu rreth shtëpijave që jetojnë afër meje. Kaq. Ato janë vajza turke apo janë? Po, janë turke. Janë turke. E kuptoj. Unë besoj që nuk e di nëse do thuash ti ndonjë gjë tjetër, besoj që e rezauruam si intervistë. Nuk e di nëse ke ti dëshirë të bësh ndonjë përshëndetje ose të thuash diçka. Klotilda, ta thash emrin fiks. Shumë faleminderit. Jo, unë desha vetëm ju përshëndet gjithëve, edhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Edhe faleminderit për mua ishte kënaqësi. Ishe shumë pozitive, një vajzë fantastike, realisht. Faleminderit shumë edhe ti. Bravo të qoftë që ke mbetur kaq e mirë pavarësisht këtyre situatave, se e di që të çoni në qendër të vëmendjes, të krijoni edhe ato streset që shfolën. Nuk është e thjeshtë, po ti ke mbetur prapë e paqë, e mirë dhe kështu të uroj të mbetesh gjithmonë. Faleminderit shumë faleminderit. Shpresoj të flasim prapë edhe pas disa viteve dhe shohim a kam ndryshuar. Nuk besoj se do të ndryshosh, sepse kjo kohë është më problematike. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj bisede, e kësaj interviste me revistën Story. Besoj që do bashkëpunojnë sërish. Uroj që të gjitha projektet e tua dhe dashuria jote të shkoj vaj, diçka të shkoj vaj, dhe shpresoj të të shohim shumë shpejt të veshur nuse. Nuk e di pse të shoh kështu si nuse. Je bo si Asja Shoqeni, ai parafliron gjan. Se çmë erdhi një vegim tani, nuk e di pse. Inshallah çdo femër në botë arrin me qenuse, me qenane mirë. Sepse kjo është arsyeja pse femrat vinë në tokë. Qëllimi më i madh është kjo. Sinqerisht më erdhi një vegim tani, nuk e di, unë mendoj që ti do martohesh shumë shpejt. Inshallah, po martova do të trasndasem. Do vi se zbon, edhe po e bëre në Stamboll, do vi. Bismer. Të falenderoj shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Natën e mirë. Pafshim. Ciao.